Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm Komenti i Shkrimit të Shenjtë. Përshëndesim njëri tjetrin për herë të fundit me përshëndetjen paskale Krishti u ngjall, sepse pastaj neve hym në të kremten e analipsit, dhe sipas traditës së Kishës Ortodokse, për 40 ditë neve të krishterët ortodoks përshëndesim njëri tjetrin dhe të tjerët me përshëndetje paskale Krishti u ngjall në kujtim të gjalljes së Krishtit, i cili për 40 ditë ai qëndroi te nxënësit, u shfaq her pas here dhe i përforconte me ngjalljen e tij. Këtë kuptim ka dhe përshëndetja paskale Krishti u ngjall, vërtet u ngjall për 40 ditë. Por në këtë ditë ne lexojmë nga libri i Veprave të Apostujve, kapitulli 18, vargjet 22 deri në vargun 28. Le të lexojmë këto dhe të komentojmë sipas hetërve. Dhe u nis nga Efesi në përdet, si zbarkoi në Qesari, u gjit në Jeruzalem dhe si u përshëndet me kishën zbritin në Antioki. Dhe mbasi qëndroi atje pak kohë, u nis dhe përshkoi me radhë rrethinat e Galatisë dhe të Frigjisë, duke forcuar gjithë dishepujt. Por një judi me emër Apollo, lindur në Aleksandri, një orator dhe njohës i shkrimit, arriti në Efes. Ai ishte mësuar në udhën e Zotit dhe i zjarrt në frym, fliste dhe mësonte me zet gjërat e Zotit, por njihte vetëm pa gëzimin e Joanit. Ai filloi të flasë lirshëm në sinagogë, dhe kur Akuila dhe Priskila dëgjuan, e morën me vete dhe ja shtjelluan më thellë udhën e Perëndisë. Pastaj mbasi ai donte të shkonte në Akai, vëllezërit i dhanë zemër dhe u shkruan dishepujve që ta prisnin. Mbasi arriti atje, ai ndihmoi shumë ata që i kishin besuar me anë të hirit. Ai në fakt i kundërshtonte botërisht me forcë të madhe judejt, duke treguar me anë të shkrimeve se Jesui është Krishti. Pra kjo është pjesa që lexojmë nga libri i Veprave të Apostujve, kapitulli 18, vargu 22 deri në vargu 28. Dhe sipas komentit të hetërve, këtu përshkruhet dhe fundi i udhëtimit dytë misionar të apostullit Pavlit dhe hyrjes në skenë të dishepull Apollos. Dhe le të lexojmë varg për varg dhe të interpretojmë sipas hetërve të kishës. Dhe u nis nga Efesi në përdet, si zbarkoi në Qesari, u ngjit në Jeruzalem dhe si u përshëndet me kishën zbritin në Antioki. Pra, në këto vargje shikojmë si thotë Shën Joan Gujarti, se apostulli Pavli nuk shkëput kur lidhjen me kishën mënd të Jeruzalemit, sepse dim që kisha apostolike lindi dhe u shpërnda nga Jeruzalemi në ditën e Pentikostis dhe pastaj dhe shkoi në përkombet e tjera, edhe pse apostulli Pavli u caktua nga Krishti si apostulli i kombeve, përsëri ai ruante unitetin me trupin e kishës. Pra, kjo është shumë e rëndësishme, sepse këtu shikojmë porosinë e apostullit Pavlit. Ai nuk vepronte i pavarur, por në bashkim me gjithë kishën. Edhe sot duhet marrë shembull nga apostulli Pavli se edhe një besimtar si individ nuk mund të jetojë i vetëm, por i bashkuar me komunitetin, me kishën, por dhe një kishë lokale nuk qëndrojë vetme, ai duhet të jetë në unison ose bashkuar me kishat e tjera. Kështu vepron dhe kisha ortodokse, që është një kishë në gjithë botën, e shpërndarë në vende të ndryshme, por që janë të bashkuara në një doktrinë, por edhe në një kujtim liturgjik, siç e shikojmë në meshat hynore, ku një kryepeshkop i një kishe kujton dhe kryepeshkopet e kishave të tjera. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse uniteti i kishës është bazik për jetën shpirtërore të kishës ortodokse. Dhe diçka tjetër, edhe njerëzit me shumë dhunti duhet të ruajnë frymën e bindjes dhe të unitetit. Pra, apostulli Pavli ishte një njeri i veçantë, ai kishte një thirrje të veçantë dhe një punë veçantë. Por kjo nuk do të thotë se ata duhet të jenë lider të veçuar, ata do të kenë bindje ndaj kishës dhe të jenë pjesëmarrës të gjithë marrëvajtjes kishtare dhe të unitetit kishtar. Por le të flasim edhe për vargjet më poshtë. Jemi në vargun 23, ku na thuhet: "Dhe mbasi qëndroi atje pak kohë, u nis dhe përshkoi me radhë rrethinat e Galatisë dhe të Frigjisë, duke forcuar gjithë dishepujt." Në këto vargje na tregohet se apostulli Pavli nuk u kujdese vetëm për kthimin e paganëve në të krishterë, por për forcimin e atyre që besonin tashmë. Dhe një bari i mirë nuk mbjell vetëm ose një kujdestar i mirë nuk mbjell vetëm farën e besimit, por kujdeset që ajo të jap fryte. E njëjta gjë ndodh pra edhe me ata që shërbejnë në kishë si të parët e kishës, domethënë flasim këtu për një episkop, flasim për një prift, pra që duhet kujdesen jo vetëm të shtojnë prurjet
me besimtarë të ri, por edhe për mbarvajtjen e tyre, për vazhdimin e katekizimit dhe shenjtërimit të tyre. Dhe vërtet që nuk është thjesht një detyrë e përmbyllur kur dikush pranon dhe beson në Krishtin, por duhet një vazhdimsi me atë besimtar, pra duhet që ai të jetë gjithmonë në mbikëqyrjen e klerit, në mbikëqyrjen e mirë flasim, për kujdesjen dhe gjithë atë procesin e rritjes të një besimtari, që nuk është një gjë e lehtë, nuk mbaron shpejt, është një proces i gjatë nga pagëzimi deri në ditën e vdekjes. Dhe të krishterët janë të thirrur të inkurajojnë njëri tjetrin dhe jo vetëm të kritikojnë, pra duhet si them, ta mbështesim njëri tjetrin në gjitha ato edhe të mirat, por dhe vështirësitë që kemi me njëri tjetrin, dhe kjo forcon atë frymën e unitetit brenda një komuniteti dhe brenda dhe gjithë kishës së madhe. Por le të flasim dhe për vargjet më poshtë, jemi në vargun 24, ku na thuhet: por një jude me emrin Apollo, lindur në Aleksandri, njeri orator dhe njohës i shkrimit të shenjtë, arriti në Efes. Tani shfaqet një person i veçantë, Apollo, ishte një njeri i arsimuar që e vë dijen në shërbim të Perëndisë. Aleksandria në atë kohë ishte qendër kulture dhe studimi. Kjo tregon se Ungjilli deportoi edhe në qarqet intelektuale, pra duhet kemi si mesazh sot se dituria dhe kultura nuk janë kundër besimit, por kur ato përdoren me përurësi, ato vërtet janë një rrugë ose në një farë mënyrë një urrëlidhse me besimin në Zotin, sepse besimi në Zotin është inteligjenca më e lartë ose zbulesa më e lartë inteligjente që mund të marrë një njeri, sepse po flasim për Zotin, që është inteligjenca supreme. Kështu që nëse neve jemi dashamirës të artit, kulturës, të shkencës, kjo nuk na përjashton nga besimi në Zotin, sepse ndonjëherë janë krijuar ide të gabuara, dhe nga gabimet njerëzore flasim, dhe nga keqpërdorimi edhe i fesë po edhe i shkencës, sikur shkenca dhe feja janë të kundërta me njëra, asnjëherë. Ato janë dy drejtëza, më themi, që drejtohen drejt Zotit dhe i shërbejnë lavdisë së Perëndisë, po i shërbejnë edhe njeriut. Prandaj edhe Kisha Ortodokse e përshëndet shkencën dhe njerëzit e shkencës dhe i nxit ata që dhe aftësitë e tyre intelektuale t'i vënë në shërbim të Zotit dhe të komunitetit. Perëndia përdor njerëz me lloj të ndryshëm dhe disa janë predikues të thjesht, disa janë studiues dhe mësues. Po shikojmë në Kishën Ortodokse, në gjithë atë numrin e madh të shenjtorëve, kemi shenjtorë të cilët kishin një intelekt të zhvilluar, dhe këta quhen etrit e kishës, sepse ata mësuan jo thjesht me një predikim thjesht, por i studiuan besimin dhe arritën dhe e formuluan dhe e dhanë të përgatitur mësimin tek besimtarë, por kemi dhe predikues të thjesht. Për gjithë ka nevojë kisha. Prandaj, si shfaqet edhe këtu Apollo, që ishte një njeri intelektual, por ai e vuri inteligjencën e tij në shërbim të Ungjillit dhe kisha përfitoi nga Apollo, siç ishte duke përfituar dhe nga të tjerë që i dërgonte Zoti. Dhe më konkretisht flasim për vargu 25, ku na thuhet: ai ishte mësuar në udhën e Zotit dhe i zjarrt në frym, fliste dhe mësonte me zet gjërat e Zotit, por njihte vetëm pagëzimin e Johanit. Tashmë Apollo, si thotë Shën Agustini, kishte zell të madh, por një njohje të paplot. Etrit paralajmërojnë se zelli pa njohje të plot mund të mbetet i mangët. Prandaj është shumë e rëndësishme që jo vetëm të kemi zell, jo vetëm të kemi aftësi intelektuale, po të kemi një zbulesë të plot, që këtë zbulesë të plot ne na jep kisha. Prandaj duhet t'i nështrohemi arsimimit që bën kisha, pra dhe kisha është institucion që ka shumë të organizuar mësimdhënien, si në klasat katekiste, por edhe në nivele më të larta, në shkolla teologjike, universitete teologjike, që për të si them arsimuar dhe për të përmbushur dijen e gjithë atyre të cilët jo vetëm duan mësojnë për vete, por duan të mësojnë edhe të tjerët. Prandaj, asnjëherë nuk duhet të themi që mjafton entuziazmi fetar, duhet formimi shëndosh shpirtëror, sepse njeriu mund të jetë i sinqert,
në atë çfarë beson, por prap ka nevojë të mësojë më shumë. Shikoni që Zoti Jezu Krisht zgjodhi dishepujt dhe ai bëri një shkollë 3 vjeçare. Pra, ata u shkolluan tek Krishti. Kështu edhe kisha merr njerëz të cilët duan në zgjedhjen e tyre të parapin ungjillit, por kisha ata njerëz i arsimon, pastaj i bekon dhe i dërgon tek populli. Ashtu siç u veprua dhe me Apollon, siç edhe shikojmë edhe në këto vargje më poshtë. Jemi në vargu 26 ku na thuhet: ai filloi të flasë lirshëm në sinagogë, dhe kur Akuila dhe Priskila dëgjuan e morën me vete dhe ja shtylluan më thellë udhën e Perëndisë. Në këtë varg na tregohet se pavarësisht zgjedhjeve që kishte Apollo dhe predikimit që bënte në sinagogë, Apollo duket ishte një jude dhe ai shkonte ju fliste judeve në sinagogë, dhe këtu etrit admirojnë përursinë e Apollos, sepse ai pranoi pastaj të katekizohet nga Akuila dhe Priskila, që ishin dishepuj dhe mësohet nga një çift besimtarësh. Shënjo Gojardhi thekson se kjo tregon se në kish urtësia nuk varet vetëm nga posti, por nga hiri i Perëndisë. Dhe këtu duhet ta kemi parasysh, sepse vërtet mund të kemi një post drejtues në kish, por dhuratat e Shpirtit të Shenjtë janë krejt të ndryshme. Dikush ka dhuratën për të drejtuar, por dikush ka dhuratën për të mësuar, dikush ka dhuratën për të ngushëlluar ose për të bërë përdëllim, siç thotë Apostolli Pavli. Dhuratat janë të shumta, por një është Shpirti i Shenjtë që dhuron. Prandaj, të gjithë kemi nevojë për këto dhurata në kish. Asnjëri nuk më thotë që unë i kam të gjitha dhe s'kam nevojë për të tjerë. Pavarësisht se mund të ketë një status drejtues dhe të lartë në kish. Por sa më i lartë jesh në drejtimin e kishës ose një status që mund të kesh në administratën kishtare, duhet të kesh më shumë përurësi, sepse përurësia është shenja e pjekurisë shpirtërore, pra të ndjesh nevojën për tjerët. Dhe ai që mëson të tjerët duhet të jetë i gatshëm dhe të korrigjohet dhe të mësohet edhe për vetë, sepse një është mësuesi, është Krishti, ne gjithë jemi nxënës. Mbaj mend që kryepeskopi Anastasi sa herë që bisedonin me njëri tjetrin, ai edhe pavarësisht moshës dhe pavarësisht titurisë dhe kontributit që kishte në mësimin kishtar, ai thoshte unë jam gjithmonë një nxënës. Familja krishtere mund të bëhet vend mësimi dhe shërbese. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra Akuila dhe Priskila ishin një çift, por ata e kishin atë shtëpinë e tyre si një kishë të vogël dhe atje afronin njerëz dhe përdonin shtëpinë e tyre, familjen e tyre si një vend shërbese për katekizim. Prandaj nuk duhet të jemi të përcaktuar vetëm në ambientet kishtare për të dhënë katekizëm, por kudo që mund të jemi, madje edhe në familje, është një vend shumë i mirë sepse ka dhe një ambient familjar, miqësor, për të katekizuar të tjerët. Por le të flasim në vargu 27, ku na thuhet: pastaj mbasi ai donte të shkonte në Akai, vëllezërit i dhanë zemër dhe u shkruan dishepujve që ta prisin. Mbasi arriti atje, ai ndihmoi shumë ata që kishin besuar me anë të Irit. Në këtë varg na tregohet se, siç thonte etrit, me anë të Irit. Pra, ai tashmë nuk fliste vetëm me anë të diturisë, por dhe me anë të Irit. Fryti nuk vjen vetëm nga aftësia njerëzore, por nga hiri i Perëndisë. Pra, askush nuk mund të mburet, siç thotë Apostolli Pavli, pse mburesh me atë që ti e ke marrë, sikur nuk e ke marrë nga Zoti. Pra, nëse ne kemi një aftësi, një dhuratë intelektuale, por çdo lloj dhurate që është, ose për të bërë shërime mrekulli në emër të Zotit, ose për të përdallyer, ose për të ngushëlluar gjitha të tjera që janë brenda kishës, këto nuk janë thjesht tonat, janë të Zotit. Prandaj duhet kemi një mendje të përurur. Ne thjesht jemi menaxher të hirit të Perëndisë. Dhe apostulli bëhet bashkëpunëtor i Irit, jo burimi i shpëtimit. Pra, burimi i shpëtimit është Zoti. Ne nuk jemi shpëtimtar, ne jemi instrumentat e Zotit për shpëtim. Siç thoshte dikush, unë jam si një dart të duart e Zotit për të gdhëndur shpirtrat e njerëzve, ose jam një laps në dorën e Zotit që Zoti më përdor për t'ju thënë njerëzve ose për të shkruar njerëzve për të vërtetën. Pra, jemi mjete. Talenti, inteligjenca dhe elokuenca janë të vlefshme, por
pajirin nuk japin frutë shpirtërore. Ne kemi njerëz të cilët kanë shumë inteligjencë dhe elokuencë, por fatkeqësisht ata nuk e përdorin atë për mirë, ndoshta e përdorin edhe për keq. Se këtu kemi dhe tek heretikët. Heretikët për shembull nuk ishin njerëz të paditur, njerëz shumë të ditur nga ana intelektuale, shumë të lexuar, por egoizmi i tyre nuk e lejoi që të vepronte bashkë me Irin dhe arritën që në deformuan të vërtet me anti-inteligjencën e tyre duke rënë në herezi. Çdo shërbes e vërtet duhet të çojë njerëzit tek Krishti, jo në lavdi personale. Kjo është shumë e rëndësishme. Për gjithë ata të cilët kanë një shërbim brenda kishës, këtë nuk duhet ta bëjnë të mbledhin njerëz rreth vetes, por t'i çojnë tek Krishti, tek kisha. Dhe në vargun 28, që është vargu i fundit që lexojmë sot, na thuhet: ai në fakt i kundërshtonte botërisht me forcë të madhe judejt, duke treguar me anë të shkrimeve se Jesui është Krishti. Dhe në këtë varg na tregohet se si Apollo, ashtu siç na thon edhe Etrit, përdorte shkrimet, pra shkrimet e dhjatës vjetër flasim, për dëshmuar për Krishtin. Pra, beslidhja e vjetër u përmbush në Isuin. Mbani mend që kur Krishti u shfaq dy nga dishepujve, siç ishte dy dishepujt në rrugën e Emaus, Krishti, pavarësisht se ata nuk e njohitën si të ngjallur, ai filloi t'ju tregonte nga dhjata e vjetër, nga ligji mozaik, nga profetët, nga mbretërit, nga psalmet, për ngjalljen e Krishtit. Pra, të njëjtën gjë bëri edhe kisha në fillim, tek judejt, pastaj edhe tek kombet. Pra, edhe Apollo ishte një perdikus judej që shkonte në fillim tek judejt dhe i mësonte ata me dhjatën e vjetër. Etri këtu shohin modelin e apologjisë së krishterë. E vërteta mbrohet me urtësi dhe dashuri. Pra, do t'ju flasim njerëzve me botkuptimin e tyre. Dhe besimi duhet të ketë themel shkrimin e shenjtë, jo vetëm anën emocionale. Pra, ku neve do të shkojmë t'ju predikojmë dikujt, nuk do të shkojmë të themi mendimet tona dhe dëshirat dhe përjetimet tona. Duhet të mbështetet predikimi tek shkrimi i shenjtë. Kjo është shumë e rëndësishme. Patjetër që nuk do të themi vetëm shkrimin e shenjtë, por do mbështetemi baza e një predikimi është shkrimi i shenjtë. Dhe nëpërmjet shkrimit të shenjtë ne do katekizojmë të tjerët, pra do t'ja interpretojmë shkrimin e shenjtë si na mëson dhe kisha. Të krishterët janë thirrur të njohin Biblën që t'japin dëshmi dhe urtësi në botën moderne sot. Pra, duhet ta njohim Biblën pa të shkojmë dhe të predikojmë. Kjo është gjëja shumë e rëndësishme. Prandaj dhe kisha kërkon që para se ne të shkojmë të predikojmë për Krishtin, duhet të arsimohemi. Jo vetëm të kemi zell, siç ishte edhe me zell Apollo, por ai u arsimua nga kisha nëpërmjet dishepujve Aquila dhe Priskila dhe pastaj ai shkoi dhe pati rezultate tek judejt, por dhe të tjerë, duke folur për Krishtin, duke i treguar se ai, pra Isui është, siç e lexojmë tek vargu i fundit, është Krishti. Mendoj të nderuar miq dhe dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ta mbyllim edhe këtu takimin për sot, por takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.